Një ditë pas tragjedisë, kryetari i komunës së Koçanit Lupço Papazov ka dhënë dorëheqje të parevokueshme. Në njoftimin që e ka bërë përmes një statusi në Facebook, ai ka thënë se me të drejtë shumë kush i ka dhënë vërejtje se përse nuk ka dalë dje në opinion, por thotë se vetëm ata që e njohin e dinë se sa i thyrë ndjehet dhe se si po e përjeton këtë ndodhi. Thotë se për të asgjë më nuk do të jetë njësoj. Me sjelljen tonë, ne duhet të japim shembullin se si po i kundërvihemi një sistemi që nuk funksionon. Nëse ka ndonjë bazë përgjegjësie nga ana ime, i bëj thirrje prokurorisë që ta hetojë dhe të veprojë në përputhje me ligjin. Për mua, pas kësaj tragjedie, asgjë më nuk ka kuptim. Nga institucionet kompetente kërkon që të hetojnë përgjegjësinë e të gjithë të involvuarve, sepse mosveprimi, siç thotë, është gjithashtu përgjegjësi, porosi që të hetojnë të gjitha detajet dhe të gjenden të gjitha mangësitë dhe të gjithë persona që kanë kontribuar që të ndodhë kjo tragjedi të përgjigjen. Ai shtoi se do të jetë në dispozicion të plot për institucionet. Statusin e përfundoi duke thënë se gjatë jetës ka punuar me nder dhe përkushtim dhe se asnjëherë nuk e ka menduar se angazhimin e tij do ta përfundojë në këtë mënyrë. Pas asaj që ndodhi në diskotekën Puls në Koçan, kryetari i komunës pati shumë kritika në opinion sepse ai nuk bëri asnjë dalje publike. Sipas ligjit, lejen për punë pas mesnate të lokaleve e jep komuna.